Ligji për tatim për blerje nga platformat online që u votua në kuvent, implementimi të cilit pritet të fillojë brenda ditëve, nuk do të obligojë që tatimin ta paguajnë qytetarët, por atë do të duhet ta paguajnë kompanitë. Zëvendës drejtori i doganave të Maqedonisë, Mustafa Dauti, në një prononcim për televizionin Shenja, njoftoi se me ligjin ekzistues, platformat online nuk kanë paguar tatim për shitje më të ulta se 22 euro, ndërkaq tha se me ligjin e ri do të duhet të paguajnë tatim edhe për shitje të produkteve me vlerë duke filluar nga 1 euro. Dhe nuk ka, do me thonë, rëndësi se çfarë vlere ka produkti cilin pra e ble. Fillon nga zero. Këto pagesa dhe pse ky ligj është pru këtë formë, është shumë e qartë se tendenca ka qenë që të mbrohen pra kompanitë vendase, të mbrohet ekonomia e vendit, të lëshohen vendet e reja të punës. Zëvendës drejtori Dauti zbulon edhe të dhëna zyrtare nga blerjet që qytetarët kanë bërë në platformat online. Deri më tani njofton se një pjesë e mallrave të importuar janë nënshtruar pagesës së TVSH-s, kurse një pjesë prej tyre nuk kanë paguar TVSH. Vetëm se në muajin gusht nga Temu kemi sasin prej 66.900 kilogramësh që kanë qenë të përjashtuara nga pagesa e detyrimeve. Dhe tjetra është 140.600 kilogram për cilët janë paguar detyrime në vlerë prej 35.7 milion denarash. Do të thotë, këto janë disa statistika të cilët pra janë të konsiderueshme dhe për atë arsye, vlen edhe faktit përmendet se kompanitë janë ata të cilët do ta mbulojnë këtë TVSH. Ditë më parë në kuvent u miratua ligji që obligon kompanitë e platformave online të paguajnë tatimin e vlerës së shtuar. Arsyetimi ka qenë ruajtja e konkurrencës dhe ekonomisë vendore.